Një darkë gala në një nga simbolet më të famshme të historisë franceze pritet të shërbejë si skena e radhës e diplomacisë mes Francës dhe Shteteve të Bashkuara. Presidenti francez Emmanuel Macron do të presë presidentin amerikan Donald Trump në Pallatin e Versailles më njëherë pas përfundimit të samitit të G7-s. Takimi vjen pas disa ditësh diskutimesh mes liderëve të ekonomive më të mëdha të botës dhe shihet si një përpjekje për të forcuar dialogun mes Parisit dhe Washingtonit. Sipas Jeffrey Hawkins, ish diplomat amerikan dhe ekspert i marrëdhënieve France SBA, organizimi i kësaj darke është pjesë e asaj që ai e quan menaxhimi i Trump. Sipas tij, shumë liderë botëror përpiqen të krijojnë një marrëdhënie të afërt me presidentin amerikan, duke i ofruar mikpritje dhe respekt të veçantë. Versaja nuk është zgjedhur rastësisht. Ky vend ka një rëndësi të veçantë historike në marrëdhëniet mes Francës dhe Amerikës. Pikërisht aty, në vitin 1778, diplomati amerikan Benjamin Franklin u prit nga mbreti Louis i 16 pas aleancës mes dy vendeve gjatë luftës për pavarësinë e Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, Versaja lidhet me momente historike të rëndësishme për Evropën dhe botën. Macron ka pritur më parë Trump në ngjarje të rëndësishme shtetërore, përfshirë festimet e ditës së Bastijës në vitin 2017 dhe ceremonitë e 75 vjetorit të zbarkimit në Normandi në vitin 2019. Këto takime kanë ndihmuar në ruajtjen e një komunikimi të vazhdueshëm mes dy liderëve, edhe në periudha kur marrëdhëniet transatlantike kanë kaluar sfida të ndryshme. Ekspertët vlerësojnë se darka në Versailles nuk synon vetëm forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, por edhe mbrojtjen e interesave evropiane përballë administratës amerikane. Në një kohë kur çështjet e sigurisë, tregtisë dhe politikës ndërkombëtare mbeten në qendër të vëmendjes, takimi mes Macron dhe Trump pritet të ketë rëndësi të veçantë për të ardhmen e bashkëpunimit mes Evropës dhe Shteteve të Bashkuara.